Me këto ndryshime shkon deri te zëvendës ministri ose sekretari i përgjithshëm. Kaq, s'shkon dot më. Meçë? Tani që së pari, gjë që ne duhet dallojmë mjaft mirë ka të bëjë me një normë të kodit penal apo kemi të bëjmë me një normë kushtetuese. Dhe gjithë debati ka qenë normë kushtetuese. Dhe po ndërhyjet në një normë e cila implikon kodin e procedurës me kushtetutën. Absolutisht, përsa kohë që kemi një konflikt i cili ka kohë që po debatohet në opinionin publik, normal është gjë më e thjeshtë, më e domosdoshme është ky konflikt duhet zgjidhur. Duhet zgjidhur. U kërkua në të institucioni i cili zyrtarisht e bën të zgjidhjen. Gjyka kushtetuese nuk e ka zgjidhjen. Po konflikti duhet zgjidhur. Dhe në mënyrë absolute nuk mund të përdorësh. Problemin e evidentoj, po zgjidhje nuk dha. Nuk e dha pra. Që normalisht është ajo që tha Arbri pak më herët, që normalisht me logjikën e drejtësisë romane vetë gjykata kushtetuese duhet ta kishte zgjidh vetë me vendimarrjen e tij. S'ka nevojë fare të fuste as politika. Do t'i trajtoj, por është shumë e domosdoshme kjo, sepse po shoh që gjithë debati bëhet që gjithë kjo që po ndodh tani, me ne 242 është ndërhyrje në kodin penal, prishje barazisë, më fal të procedurës, prishet barazisë qytetarëve etj. Avokatët thonë që duhet zgjerohet edhe për të fare nuk ka të bëjë me këtë. Që duhet preken e dyta që duhet të kuptojmë, jemi në nivelet e debatit kushtetues, nuk jemi në nivelet e ndryshimit të kodit penal. Dhe në këtë kuadër procedurës penale kodi procedurës penale. Tani me të drejtë Arbri tha një diçka atij që ku i shkon mendja njeriu që do vete presidenti. Nuk na shkonte kurrë në mendje që një person të kërkonte dorëheqjen jo për pezullimin e zëvendës kryeministres. Nuk na shkonte në një mendje. Ja pra që dikujt i ndodhi të shkonte në mendje për atë gjë që nuk i ka shkuar njeriu në mendje në gjithë botën perëndimore. Që nuk kemi një çështje në gjykatën evropiane të drejtave të njeriut për pezullim, nuk kemi, se nuk ka absolutisht asnjë person që ka formim minimal juridik që të arrijë dhe të shfrytëzojë një apendiks të harruar për të goditur një institucion kushtetues. Nuk mund të ndodhte një gjë të tillë, po ja ndodhi. Dhe përderisa ndodhi, është domosdoshme që të bëhet një zgjidhje që të mos gjenden edhe nesër dejt njerëz të tillë që përsëri bën një veprim. Pezullimi e treta nuk është ndërhyrje në çështjen penale, nuk është më zotëri. Të lutem. Mirë, dakord, vazhdojmë. Nuk është ndërhyrje në çështjen penale, është një çështje. Prova tashmë sipas prokurorisë janë ndosur. Nuk flas për rastin konkret, flas në përgjithësi. Gjithmonë pezullimi bëhet që mos ketë helmim të provave. Dhe një person të caktuar mos ta lësh. Ta mbaroj. Më fal. Ja vetëm ndërhyrje. Po jo se mikën argumentin. Tu ka një problem. Çështja e helmimit provave, si thotë ndervora, është një çështje vetëm në nivel teorik. Nuk kalon asnjëherë në nivel provueshmërie. Pra, kur i drejtohesh gjykatës me një kërkesë të kësaj natyre, nuk mundesh dot që të jesh në nivel teorik. Dhe ti thua gjykatës që dyshoj ona se në cilësinë e patë konkrete me zonjën Bushka e tjerë. Dakor, ne po flasim për rastet konkrete. Që u morën Po patjetër, më shumë mirë, aty ka folur, aty kërkesa është e drejtë. Po pra, aty kërkesa ka qenë e drejtë, pavarësisht se le të themi se po pastaj gjykata kushtetuese mbajtën detyrë apo? Po dakor. Po ishte çështje tjetër mbajtjen detyrë nga zotit Velie nga gjykata kushtetuese. Por nga ana tjetër, kur drejtohesh me prova, gjykata të vlerëson në mënyrë të rregullt. Po kur drejtohesh në nivel teorik, ky është problemi më i madh. Pra nëse ti drejtohesh gjykatës dhe i thua që kam unë dyshimin, nivel supozim ose ishte nivel teorik. Po disa prova duhet më japësh. Duhet ja japësh gjykatës, duhet i referosh gjykatës, domethënë që ka ndërhyrë te kjo prova, këtu, ka deformuar këtë vendim administrativ, ka ndërhyrë ke kjo dosje administrative, ka ndërhyrë ke kjo dosje e prokurimit, dhe natyrshëm aty të krijohet dyshimi dhe mundet gjykata që ta marrin parasysh. Po vetëm të shkojmë me nivelin teorik që kam unë dyshimin se do të ndërhyjë ke provat, kjo nuk mund të jetë, kjo nuk është drejtësia. Sepse në qoftë se ne ngrem dyshimin e arsyeshëm për kryerjen e veprës penale, kur vim tek shqyrtimi i kushteve dhe kritereve që përcakton legja 228, do nxjerrësh prova. Evidencë. Do nxjerrësh provat, patjetër. Po meça. Tezit e kusur përqind
e burgjeve tonë janë të paraburgosur. Më shumë. Më shumë, 65%. Zyrtarisht të thajt, po 65%, ako më tepër në